Më 22 mars, qytetarët e Italisë do të votojnë në një referendum të rëndësishëm për reformën e sistemit të drejtësisë. Rezultati mbetet i pasigurt, por votimi konsiderohet si një nga sfidat më të mëdha politike për kryeministren Giorgia Meloni. Meloni, 49 vjeç, drejton Italinë që nga tetori i vitit 2022, është lidere e Partisë Fratelli d'Italia, ajo qeverisë në koalicion me Lega të Matteo Salvini dhe Forza Italia të ministrit të jashtëm Antonio Tajani. Në një sistem politik tradicionalisht të paqëndrueshëm si ai italian, Meloni ka një rekord të rrallë. Ajo është tashmë kryeministrja me mandatin e dytë më të gjatë të pandërprer që nga lufta e dytë botërore. Vetëm Silvio Berlusconi ka qëndruar më gjatë në pushtet pa ndërprerje. Në arenën ndërkombëtare, Meloni shihet si një partnere e besueshme dhe bashkëpunuese nga shumë kryeqytete perëndimore. Brenda Italisë, ajo gëzon një nivel të lartë mbështetjeje dhe synon të kandidojë për një mandat të dytë në zgjedhjet e vitit 2027. Megjithatë, referendumi për reformën e drejtësisë është deri tani testi më i madh i saj në politikën e brendshme. Sistemi gjyqësor italian konsiderohet prej kohë shumë i ngadalë dhe jo efikas. Në procese civile mund të duhen deri në 7 vjet për një vendim përfundimtar, ndërsa në procese penale rreth 8 vjet. Në gjykatat administrative një vendim i fundit mund të zgjasë më shumë se 5 vjet. Aktualisht në Itali janë në shqyrtim rreth 4.5 milion procese, nga të cilat rreth 1.5 milion janë penale. Për shkak të kozgjatjes së madhe, shumë çështje mbyllen pa vendim, sepse s'ka dona fati i parashikimit. Sipas vlerësimeve ekonomike, kjo situatë kushton ekonomisë italiane deri në 1% të rritjes ekonomike çdo vit, pasi pasiguria juridike i tremb investitorët. Vetëm 4 nga 10 italianë deklarojnë se kanë besim tek drejtësia e vendit të tyre. Reforma e qeverisë Meloni përqendrohet në 2 ndryshime kryesore. Së pari, ndarja e karrierës së prokurorëve dhe gjyqtarëve. Deri tani në Itali juristët mund të kalonin gjatë karrierës nga prokuroria në gjykatë dhe anasjelltas. Me reformën e re, ata do duhet të zgjedhin një herë përgjithmonë një nga këto dy drejtime që në fillim të karrierës. Së dyti, reforma parashikon ndarjen e organit të veçqeverisjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve në 2 institucione të veçanta. Antarët e këtyre organeve nuk do të zgjidhen më vetëm nga vetë gjyqtarët dhe prokurorët, por nga lista kandidatësh të përgatitura nga parlamenti dhe më pas të përzgjedhura me short. Edhe gjykata disiplinore që merret me shkeljet e gjyqtarëve dhe prokurorëve do të përzgjidhet me short. Qeveria premton se këto ndryshime do të çojnë në shkurtimin e proceseve gjyqësore me rreth 40% deri në vitin 2030. Arkitekti i reformës, ministri i drejtësisë Carlo Nordio, argumenton se sistemi aktual është i kapur nga rrjete e ndikimi që ai ka krahasuar me struktura të ngjashme me mafian brenda institucioneve të drejtësisë. Partitë e majta dhe shumë figura të sistemit gjyqësor e kundërshtojnë fuqishëm reformën. Ata paralajmërojnë se ndryshimet mund të dobësojnë pavarësinë e gjyqësorit dhe të rrisin ndikimin e politikës mbi drejtësinë. Një nga kritikët më të njohur është prokurori antimafia Nicola Gratteri, i cili ka luftuar për vite me radhë kundër organizatës kriminale Ndrangheta. Ai paralajmëron se reforma mund të krijojë mundësi që politikanë të lidhur me krimin të ndikojnë në emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Debati për reformën lidhet edhe me përplasjen mes qeverisë dhe gjyqtarëve për politikën e emigracionit. Disa gjykata italiane kanë bllokuar vendimet e qeverisë për deportimin e emigrantëve ose për funksionimin e qendrave të pritjes së migrantëve jashtë vendit. Meloni ka akuzuar disa gjyqtarë se po veprojnë për motive ideologjike dhe po pengojnë politikat e qeverisë së saj. Në thelb, referendumi nuk është vetëm për rregulla teknike të sistemit gjyqësor, ai është një debat më i gjerë për balancën mes politikës dhe drejtësisë. Qeveria dhe mbështetësit e saj argumentojnë se reforma është e nevojshme për ta bërë sistemin më efikas dhe për të shmangur ndërhyrjen politike të gjyqtarëve. Opozita përkundrazi paralajmëron se ndryshimet mund të dobësojnë ndarjen e pushteteve dhe të rrisin kontrollin politik mbi drejtësinë. Në këtë debat është përfshirë edhe presidenti i Italisë Sergio Mattarella, një nga politikanët më të respektuar në vend. Edhe pse roli i tij është kryesisht ceremonial, shumë e shohin qëndrimin e tij si një mbështetje të heshtur për kampin kundër reformës. Vendimin përfundimtar do ta japin qytetarët italianë në referendum. Rezultati i votimit mund të përcaktojë vetëm të ardhmen e sistemit të drejtësisë në Itali, por edhe drejtimin politik të vendit në vitet e ardhshme.